2019, Bashkia Malësi e Madhe ka transformuar një territor pa infrastruktur dhe vizion në një zonë dinamike me investime në çdo fushë. Janë asfaltuar 143.5 km rrugë me përfundimin e 19 kilometrave në 2025. Janë rekonstruktuar mbi 15 shkolla dhe kopshte, duke shërbyer për 2.000 nxënës, me sistem ngrohje në 33 shkolla. Investime në ujësjellës për qytetin e Koplikut, Koplik i Sipërm, Bajs dhe Gradec Marshej, Balsh e të tjera, duke mbuluar pothuajse të gjithë territorin me ujë të pishëm. Përmirësimi i aksesit në zona turistike dhe nisja e projekteve si rruga Tamar-Vukël, Bratosh-Vrith, si dhe shtegu i biçikletave në Bogë për zhvillimin e turizmit. Nga 2 evente në vitin 2015, sot në Malësinë e Madhe organizohen mbi 12 aktivitete kulturore çdo vit, duke përfshirë xhubletën në UNESCO. Është ngritur një qendër rinore, moderne që ofron mundësi edukative dhe sociale për rinin e Malësisë së Madhe. Me 11 maj, voto pesën, Partinë Socialiste, për Shkodrën, për Malësinë e Madhe dhe për Shqipërinë Evropiane.